A mund ta besoni që një burr 80 vjeçar mund bëhet baba? Jo, nuk po flas për një prall, por për një ngjarje reale që ndodhi në një fshat të vogël shqiptar dhe që e tronditi atë vend deri në themel. Por para se t'ju tregoj këtë histori të pabesueshme, dua t'ju bëj një pyetje. A e besoni që dashuria e vërtet nuk njeh moshë? Shkruani në komente çfarë mendoni ju për këtë. A është kjo histori e vërtet apo thjesht një trillim i imagjinatës? Shkruani poshtë nëse e besoni apo jo, sepse pas disa minutash, kur ta dëgjoni të gjithë historinë, do të habiteni aq shumë sa nuk do të dini çfarë të besoni. Dhe nëse kjo histori ju duket vërtet e pabesueshme, ndajeni videon në miqtë tuaj, sepse ata duhet ta dëgjojnë këtë. Tani, uluni rehat, sepse po ju çoj në një udhtim emocional që nuk do ta harroni kurrë. Fshati i vogël i Dardhanës ndodhej të fshehur midis maleve të larta të Shqipërisë së Jugut, atje ku koha dukej se kishte ndaluar 10 vjet më parë. Rrugët e ngushta të shtruara me guralec të vjetër, shtëpitë me çati prej tullash të kuqe dhe dyert e drunit që kërcëllinin erën e dimrit, jepnin atij vendi një ndjenjë nostalgjie dhe melankolie. Njerëzit e fshatit jetonin thjesht, por me dinjitet. Të gjithë njihnin të gjithë, dhe asgjë nuk mbetej sekret për shumë kohë. Çdo lëvizje, çdo fjalë, çdo shikim regjistrohej në memorien kolektive të fshatit dhe shndrohej në temë bisede për javë të tëra. Në fund të fshatit, në një shtëpi të vogël guri, me obor të mbushur me pemë frutore të vjetra, jetonte Hasan Koleci, një burr 80 vjeçar me shpinë të përkulur nga vitet dhe duart e përpunuara nga puna e rëndë. Hasani kishte jetuar gjithë jetën e tij në atë shtëpi. Ishte lindur aty, kishte rritur familjen e tij aty dhe kishte përcjell në varrezat e fshatit të gjithë ata që i kishte dashur. Fytyra e tij ishte hartë e jetës së vështirë që kishte kaluar, rrudha të thella rreth syve që dikur kishin qenë plot jetë, mjekra e bardhë që i arrinte deri në gjoks, dhe shprehja e një trishtimi të përjetshëm që nuk e linte kurrë. Hasani kishte qenë i martuar për 52 vjet me Fahrien, gruan e jetës së tij, partneren e tij në çdo mundim dhe gëzim. Ata kishin pasur 3 fëmijë, 2 djem dhe një vajzë, por fati kishte qenë mizor me të. Njëri nga djemt kishte vdekur në një aksident pune në Greqi kur ishte vetëm 30 vjeç. Tjetri kishte emigruar në Gjermani dhe kishte ndërtuar një jetë të re atje, duke e harruar rrënjët e tij dhe duke e vizituar babain vetëm një herë në 3-4 vjet. Vajza e tij kishte u martua dhe jetonte në Tiranë, por as ajo nuk kishte kohë për babain plak. Telefonatat ishin të rralla, vizitat edhe më të rralla. Kur Fahria ja vdiq nga një sëmundje e paparashikueshme 5 vjet më parë, Hasani mbeti plotësisht i vetëm. Shtëpia që dikur ishte plot me zëra, me gaz, me jetë, u shndrua në një varr të heshtur. Dhomat ishin të ftohta. Çdo cep kujtonte diçka që kishte humbur përgjithmonë. Hasani kalonte ditët duke punuar në kopsht, duke kultuar 2 vit që i kishin mbetur, dhe duke ulur në mbrëmje përpara oxhakut të vjetër, duke parë flakët që kërcëllinin dhe duke kujtuar jetën që kishte pasur. Një mëngjes pranvere, kur dielli sapo po fillonte të ngrohte tokën dhe lule dielli e parë po lulëzonte në kopsht, Hasani u zgjua me një ndjenjë të çuditshme. Për herë të parë pas shumë vitesh, nuk ndjeu atë peshën e zakonshme në gjoks. Diçka kishte ndryshuar, por nuk e kuptonte çfarë. Ai u ngrit nga shtrati, u lava fytyrën me ujë të ftohtë nga burimi i oborrit dhe u ul në stolin e drurit përpara shtëpisë së tij. Nga aty shikonte udhën e fshatit, ku njerëzit kalonin ngadalë, duke shkëmbyer përshëndetje dhe duke ndaluar për të biseduar për gjëra të parëndësishme. Por sytë e Hasanit u ndaluan te një grua që po ecte në anën tjetër të rrugës. Ajo ishte një fytyrë që nuk e kishte parë më parë në fshat, diçka e re në atë peizazh që ai e njihte nga memoria. Gruaja dukej rreth të 40 vjeçve, me lëkurë të bardhë, flokë të gjatë të zi që i binin mbi shpatulla dhe një shprehje në fytyrë që ishte e vështirë për t'u përshkruar, as e lumtur, as e trishtuar, thjesht e largët, sikur mendja e saj të ishte diku tjetër. Vishte një fustan të thjeshtë të zi dhe mbante në dorë një çantë të vogël. Hasani nuk e dinte pse, por nuk mund të hiqte syt prej saj. Kishte diçka në atë grua që e tërhiqte, diçka që e bëri të kujtonte se jeta nuk kishte përfunduar ende, se kishte akoma diçka për të ndjerë, për të provuar. E shikoi derisa ajo zhduk pas kthesës së rrugës, dhe atëherë, për herë të parë pas 5 vitesh, Hasani buzëqeshi. Emri i gruas ishte Genta, dhe historia e saj ishte po aq e trishtuar se ajo e Hasanit, nëse jo edhe më shumë.
Ajo kishte ardhur në fshat vetëm para 2 javësh, por askush nuk e dinte shumë për të. Njerëzit flisnin, natyrisht. Kjo ishte mënyra e jetesës në fshat. Pyetje, spekulime, mendime të shprehura me gjysmë zëri, sikur të ishin sekrete të mëdha. Disa thanë se Genta kishte qenë e martuar dhe se burri i saj kishte vdekur. Të tjerë thanë se ajo kishte ikur nga një martesë e dhunshme dhe se kishte ardhur në fshat për t'u fshehur. Kishte edhe ata që thanë se ajo kishte pasur një jetë të vështirë në qytet dhe se kishte humbur gjithçka, duke u detyruar të kthehej në fshat për të filluar nga e para. Por asnjë nuk e dinte me siguri. Genta nuk fliste shumë. Jetonte në një shtëpi të vogël me qira në qendër të fshatit, punonte në një dyqan të vogël ushqimor dhe kalonte kohën e lirë duke ecur vetëm nëpër rrugët e qeta. Hasani filloi ta shihte Gentën çdo ditë. Nuk ishte se ai e kërkonte me qëllim, por dukej sikur fati i kishte thurur rrugët e tyre së bashku. Çdo mëngjes, kur Hasani dilte për të marrë bukë nga furra e fshatit, Genta po kalonte nga aty. Çdo pasdite, kur ai ulej në stolin përpara shtëpisë, ajo kalonte duke shkuar nga puna. Përshëndetja e tyre ishte e thjeshtë, një mirëdita i shkurtër, një buzëqeshje e vogël, asgjë më shumë. Por për Hasanin, ato momente filluan të bëheshin pjesa më e rëndësishme e ditës së tij. Një ditë, kur Hasani po shkonte drejt burimit për të marrë ujë, e pa Gentën të ulur në një stol afër kishës së vjetër të fshatit. Ajo shikonte larg në male dhe duke e humbur në mendimet e saj. Hasani nguroi për një moment, por pastaj vendosi të afrohej. Nuk e dinte pse po e bënte këtë. Ai nuk ishte burr që fliste lehtë me të huajt, sidomos me gra të reja, por diçka e shtyu përpara. Mirdita, zonjë Genta, tha Hasani me zë të butë, duke u ndalur në një distancë respekti. Genta u kthye dhe shikoi. Për një moment duke e befasuar, por pastaj buzëqeshi. Një buzëqeshje e vërtet, e ngrohtë, që e bëri Hasanin të ndihej për herë të parë prej shumë kohësh i mirëpritur. Mirdita Hasan dede, tha ajo. Si jeni? Mirë jam, faleminderit, u përgjigj Hasani, duke u urur ngadalë në stolin pranë saj. Po ju, si po e gjeni fshatin ton? Genta u mendua për një moment. Është i qetë, tha ajo. Më pëlqen qetësia. Në qytet, gjithçka është zhurmë, nxitim, kaos. Ktu, koha duket se ecën ndryshe. Hasani miratoi me kokë. Po, koha këtu ecën më ngadalë, por ndonjëherë kjo ngadalësi mund të jetë e vështirë. Kur je i vetëm, çdo minutë duket si një orë. Genta e shikoi me kujdes. Jeni i vetëm, Hasan dede. Hasani nuk u përgjigj menjëherë. Shikoi për tokë, në duart e tij të vjetra dhe të përpunuara. Po, tha më në fund. Jam i vetëm prej 5 vjetësh. Gruaja ime vdiq. Fëmijët e mi janë larg. Shtëpia ime është plot me gjëra, por bosh nga njerëzit. Genta nuk tha asgjë për një kohë të gjatë. Pastaj me një zë të butë tha, e kuptoj atë ndjenjë. Unë gjithashtu jam e vetme, Hasan dede. Kam kaluar shumë gjëra në jetën time, dhe ndonjëherë ndihem sikur jeta më ka marrë gjithçka dhe nuk më ka lënë asgjë. Ata mbetën ulur në heshtje për një kohë të gjatë, duke ndarë një moment qetësie dhe mirëkuptimi që askush tjetër në fshat nuk do ta kuptonte. Nga ai moment, diçka ndryshoi midis tyre. Nuk ishte dashuri, jo ende, por ishte një lidhje e thellë. Një ndjenjë se ata dy, të humbur në botët e tyre të vështira, mund të gjenin në njëri tjetrin një lloj ngushëllimi që nuk e kishin gjetur askund tjetër. Ditët e mëvonshme, bisedimet e tyre u bën më të shpeshta dhe më të thella. Hasani i tregoi Gentës për jetën e tij, për fëmijërinë e tij të vështirë, për vitet e punës në toka të tjera, për dashurinë e tij të madhe për Fahrien, për dhimbjen e humbjes së saj. Genta dëgjonte me vëmendje. Dhe ndonjëherë, kur Hasani fliste për gruan e tij të vdekur, ajo e shihte se sytë e tij mbusheshin me lot. Genta nga ana e saj nuk tregoi shumë për veten. Tha vetëm se kishte pasur një jetë të vështirë, se kishte humbur njerëzit që i donte dhe se kishte ardhur në fshat për të gjetur paqe. Hasani nuk e pyeti më shumë. Ai nuk ishte lloji i burrit që e detyronte dikë të fliste për gjëra që nuk dëshironte të ndante. Por me kalimin e javëve, diçka e re filloi të rritet midis tyre. Hasani e gjeti veten duke menduar për Gentën çdo ditë, duke pritur momentin kur do ta shihte përsëri. Dhe Genta, që kishte ardhur në fshat për t'u fshehur nga bota, gjeti në Hasanin një njeri që nuk e gjykonte, që nuk bënte pyetje të vështira, që thjesht pranonte atë ashtu siç ishte. Një mbrëmje, kur dielli po perëndonte dhe qielli po mbushej me ngjyra portokalli dhe vjollce, Hasani i ftoi Gentën të vinte në shtëpinë e tij për darkë.
Ajo pranoi pa ngurruar. Ata hëngrën një darkë të thjeshtë, bukë shtëpie, djath i bardh, domate nga kopshti i Hasanit. Biseduan deri voni në natë. Kur Genta u ngrit për të shkuar, Hasani i tha: "Genta, unë e di se je re dhe unë jam plak. E di se njerëzit do të flasin, por unë nuk dua të jemi vetëm dhe mendoj se as ti nuk dëshiron. A do të pranoje të martohesh me mua?" Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Genta e shikoi Hasanin me sytë hapura. Nuk e prite një gjë të tillë, por pastaj, me një zë të qetë, ajo tha: "Po, Hasan dede, do të martohem me ju." Dhe kështu, në atë mbrëmje të qetë pranverore, dy shpirtra të lodhura vendosën të bashkoheshin dhe të përballeshin së bashku me gjithçka që jeta do t'u sillte. Por asnjëri prej tyre nuk e dinte se ajo vendim do të ndryshonte gjithçka. Do të tronditej fshatin deri në themel dhe do të ndeze një zjarr thashethemesh që nuk do të shuhet lehtë. Kur lajmi u përhap se Hasan Koleci, burri 80 vjeçar që të gjithë e njihnin si plakun e vetmuar dhe dinjitos të fshatit, do të martohej me Gentën, një grua 40 vjeçare që askush nuk e njihte vërtet, fshati shpërtheu. Nuk kishte shtëpi ku nuk flitej për këtë. Nuk kishte dyqan, kafene apo rrugë ku njerëzit të mos ndaloheshin për të diskutuar, për të gjykuar, për të spekuluar. Burrat e fshatit uleshin në kafenen e vjetër të qendrës, duke pirë kafe të zezë dhe duke tymosur cigare, dhe aty, midis erës së duhanit dhe zërave të lartë, martesa e Hasanit ishte temë kryesore. Disa thoshtin se Hasani kishte vumbur mendjen. Si mund të martohet një plak 80 vjeç? Pyestin ata. Çfarë kërkon ai në këtë moshë? A nuk është koha që ai të prehet dhe të pres vdekje në qetësi? Të tjerë ishin më të ashpër. Ajo grua është pas parave të tij, thoshin. Hasani ka tokë, ka shtëpi, ka kursime. Ajo erdhi këtu pa asgjë dhe tani ka gjetur një plak që mund ta shfrytëzojë. Gratë e fshatit, nga ana tjetër, ishin edhe më kritike. Ato mblidheshin në treg, në dyqane, në oboret e njëra tjetrës dhe flisnin me zë të ulët por me tone të mprehta dhe gjykuese. Çfarë lloj gruaje është ajo që martohet me një plak 80 vjeçar? Pyestin ato. Diçka nuk shkon me të, nuk flet shumë, nuk tregon asgjë për veten. Kush e di çfarë ka bërë ajo në jetën e saj? Ndoshta ka fëmijë që i ka braktisur, ndoshta ka burr që ka ikur prej tij. Diçka nuk shkon. Dhe kështu, pare se martesa të kishte ndodhur, Genta tashmë ishte bërë objekt i gjykimit dhe thashethemeve të fshatit. Njerëzit e shikonin me sy të ftohtë kur kalonte në rrugë. Disa as nuk e përshëndesnin më. Fëmijët e fshatit, që dikur i buzëqeshnin, tani e shikonin me kureshti dhe frikë, sepse kishin dëgjuar prindrit e tyre të flisnin për të si për diçka të keqe, të dyshimte. Por Hasani dhe Genta vendosën të mos u kushtojnë vëmendje thashethemeve. Ata dinin se njerëzit do të flisnin. Kjo ishte mënyra e jetesës në fshat. Por ata kishin njëri tjetrin dhe kjo ishte e mjaftueshme. Martesa u organizua në një ceremoni shumë të thjeshtë. Nuk kishte shumë mysafir, vetëm disa të afërmit Hasanit, një mik i vjetër dhe imami i fshatit që kreu ceremoninë. Djali i Hasanit nga Gjermania nuk erdhi. Ai thirri baban e tij dhe u përpoq ta binte të mos e bënte këtë martesë. Baba, çfarë po bën? Njerëzit po qeshin me ty, po qeshin me familjen tomë. Mos e bëj këtë gjë. Por Hasani qëndroi i patundur. Djali im, tha ai me zë të qetë por të vendosur. Unë kam jetuar 80 vjet. Kam punuar çdo ditë të jetës sime. Kam humbur gruan time, kam humbur djalin tim, kam humbur gjithçka që më bënte të ndihem njeri. Tani, për herë të parë pas shumë vitesh, kam gjetur dikë që më bën të ndihem i gjallë përsëri. Nuk më intereson çfarë thon njerëzit. Unë do të martohem me Gentën dhe ty të lutem ta respektosh këtë vendim. Djali nuk tha asgjë tjetër. Ai thjesht e mbylli telefonin dhe nuk thirri më. Dita e martesës ishte një ditë e bukur vere. Qielli ishte i kaltër, dielli shkëlqente fort dhe era e lehtë sillte erën e fusave dhe të luleve të egra që rriten në male. Hasani vishte një kostum të vjetër që e kishte ruajtur prej vitesh, një kostum që kishte veshur në martesën e tij të parë me Fahrien. Genta vishte një fustan të thjeshtë të bardhë, pa stoli, pa zbukurime të tepërta. Ajo duke e bukur në thjeshtësinë e saj, por fytyra e saj kishte një shprehje melankolie, sikur diçka e rëndë të shtypte shpirtin e saj. Pas ceremonisë, ata u kthyen në shtëpinë e Hasanit dhe aty filloi jeta e tyre e re. Por jeta e re nuk ishte e lehtë. Thashethemet nuk ndaluan, përkundrazi, ato u shtuan.
Njerëzit e shikonin Gentën me dyshim kur ajo dilte për të blerë gjëra në treg. Disa gra nuk e shikonin fare në sy. Disa burra bënin shaka të pahishme kur Hasani kalonte afër tyre. Por më e keqja erdhi nga fëmijët e Hasanit. Vajza e tij që jetonte në Tiranë thirrri dhe i tha: "Baba, çfarë ke bërë? Të gjithë po flasin për ne. Nuk mund të dalë më në rrugë pa u ndjerë e turpëruar. Si mund të martohesh me një grua të re kështu? Çfarë do të thonë njerëzit?" Hasani u përpoq t'i shpjegonte, por ajo nuk dëshironte të dëgjonte. Ajo i tha se nuk do ta vizitonte më, se nuk do ta njihte Gentën si nën të saj, dhe se ai kishte shkatëruar nderin e familjes. Pastaj, e mbylli telefonin dhe nuk thirri më. Hasani ndihej i thyer. Ai nuk kishte dashur të shkaktonte dhimbje për askënd. Ai kishte dashur vetëm të gjente pak lumturi në vitet e fundit të jetës së tij. Por tani, dukej se vendimi i tij kishte sjell vetëm gjykim, urrëtie dhe izolim. Genta e shihte dhimbjen e Hasanit dhe ndjehej fajtore. Një natë kur ata ishin ulur në heshtje në sallonin e shtëpisë, ajo i tha: "Hasan, më fal. Unë nuk desha të sjell kaq shumë probleme në jetën tënde. Ndoshta ishte gabim të martoheshim. Ndoshta do të ishte më mirë nëse unë do të largohesha dhe të lija të jetoje në paqe." Por Hasani e kapi dorën e saj dhe e shikoi në sy. "Jo, Genta," tha ai. "Nuk ke për çfarë të kërkosh falje. Njerëzit flasin sepse kjo është e vetmja gjë që din të bëjnë. Por unë nuk jam i penduar. Jam i lumpur që je këtu dhe nuk do të lë të shkosh kurrë." Ato fjale bën Gentën të qante. Ajo e paraqafoi Hasanin dhe qau në shpatullën e tij për një kohë të gjatë, duke liruar të gjithë dhimbjen, frikën dhe pashpresën që kishte mbajtur brenda për vite. Javët kaluan dhe jeta e tyre u bë një lloj rutine. Hasani vazhdoi të punonte në kopsht dhe Genta e ndihmonte. Ato punuan së bashku për të përshtatur shtëpinë e vjetër, duke e bërë atë më të ngrohtë dhe më të bukur. Atë më të ngrohtë, më të gëzueshme. Genta gatuan për Hasanin, gjëra të shijshme që ai nuk i kishte ngrënë prej vitesh. Ata hëngrën bashk, biseduan bashk, qeshën bashk. Por një mëngjes, 6 muaj pas martesës, Genta nuk u zgjua në kohën e zakonshme. Hasani shkoi në dhomën e tyre dhe i gjeti atë ende në shtrat, me fytyrë të zbehtë dhe duke mbajtur barkun. "Çfarë ndodhi?" pyeti Hasani me shqetësim. Genta e shikoi dhe për një moment nuk tha asgjë. Pastaj me zë të dobët tha: "Hasan, unë mendoj se jam shtatzan." Ato fjalë goditën Hasanin si një rufe. Ai mbeti aty, i ngrirë, duke mos ditur çfarë të thoshte, çfarë të mendonte. Ai ishte e mundur. Ai ishte 80 vjeç. Si mund të ishte kjo e vërtetë? Por kur ata shkuan te mjeku i fshatit dhe kur ana rezultatet erdhën, e vërteta u konfirmua. Genta ishte me të vërtetë shtatzan. Do të bëhej nën dhe Hasani, një burr 80 vjeçar, do të bëhej baba për herë të katërt. Lajmi shpërtheu në fshat si një tërmet. Nëse thashethemet ishin të forta më parë, tani ato u bën të pamendueshme. Njerëzit nuk besonin. Disa qeshnin, disa ishin të zemëruar, disa thanë se ishte e pamundur, se fëmia nuk mund të ishte i Hasanit, se Genta me siguri e kishte tradhtuar. Dhe kështu, drama e vërtet sapo kishte filluar. Nëse para asaj dite, fshati kishte qenë i mbushur me thashetheme, tani ai ishte shndruar në një zjarr që diqte gjithçka në rrugën e tij. Çdo bisedë, çdo takim, çdo moment kthehej rreth një pyetje të vetme. A ishte i mundur që fëmia të ishte vërtet i Hasanit? Njerëzit nuk e fshinin më dyshimin e tyre. Ata e shprenin haptas, pa turp, pa respekt për dhimbjen që mund t'i shkaktonin. "Ky plak nuk mund të bëjë fëmijë," thoshin burrat në kafene. "Ai është 80 vjeç, si është e mundur një gjë e tillë? Kjo grua me siguri e ka tradhtuar, ka pasur dikë tjetër." Gratë e fshatit ishin edhe më të ashpra. "Ajo erdhi këtu me një plan," thoshin ato. "Ajo e dinte që Hasani është i pasur, që ka tokë, që ka shtëpi. Ajo u martua me të për të marrë gjithçka, dhe tani ajo është shtatzën me dikë tjetër, por po pretendon se fëmia është i Hasanit, në mënyrë që fëmia të trashëgojë gjithçka." Kishte edhe ata që shkuan më larg. "Kjo grua nuk është e mirë," thoshin disa. "Ka diçka të keqe me të, ndoshta është magjistare, ndoshta i ka bërë magji Hasanit, dhe për këtë arsye ai u martua me të. Ndoshta fëmia është i djallit." Thashethemet u bën aq të forta, sa që filluan të ndikojnë në jetën e përditshme të Hasanit dhe Gentës. Kur Genta dilte për të blerë gjëra, njerëzit e shmangnin. Ata nuk i shkonin më afër. Dykani ndalonte së shërbyeri me buzëqeshje.
Fqinjët nuk përshëndesnin më. Fëmijët e fshatit, të influencuar nga prindrit e tyre, filluan ta quanin atë gruaja e keqe dhe i hedhnin gur kur kalonte. Një ditë kur Genta po kthehej nga tregu, një grup grashe zun në mes të rrugës. Ato ishin 5 apo 6, të gjitha të moshuar, me fytyra të ashpra dhe sy plot urrëtie. "Ku shkon ti?" tha njëra prej tyre, duke i bllokuar rrugën. Genta u ndal. "Jam duke shkuar në shtëpi," tha ajo me zë të qetë. "Në shtëpinë e Hasanit do të thuash," tha një tjetër grua. "Shtëpinë që po e vjedh nga familja e tij e vërtet." "Unë nuk po vjedh asgjë," tha Genta, duke u përpjekur të mbante qetësinë. "O, po që po," tha gruaja e parë. "Ti erdhe këtu, e mashtrove atë plak të mira, u martove me të dhe tani po pretendon se je shtatzon me të. Por ne e dim të vërtetën. Fëmia nuk është i ti, fëmia është i dikujt tjetër." "Kjo nuk është e vërtet," tha Genta, duke ndjer lotët që i vinin në sy. "Mos na gënjej," bërtiti një grua tjetër. "Ne të njohim llojin tënd. Ti je një grua e keqe, e pandershme. Ti ke ardhur këtu për të shkatëruar një familje dhe për të vjedhur trashëgiminë e fëmijëve të Hasanit." Genta nuk mund të duronte më. Ajo filloi të ecte përpara, duke u përpjekur të kalonte, por gratë nuk e lëshuan. Njëra prej tyre e shtiu dhe Genta ra për tokë. Çanta e saj u hap dhe gjërat brenda shpërndaheshin në rrugë. Në atë moment, Hasani erdhi. Ai kishte dëgjuar zhurmën dhe kishte vrapuar. Kur i pa gratë rreth Gentës dhe kur e pa gruan e tij të shtrirë për tokë, zemërimi i tij shpërtheu. "Largohuni prej saj," bërtiti Hasani, me një zë që nuk e kishin dëgjuar prej tij kurrë. "Si guxoni ta trajtoni në këtë mënyrë?" Gratë u tërhoqën, por njëra prej tyre tha: "Hasan, ti po mashtrohesh. Kjo grua po të gënjen. Fëmia nuk është i yti." Hasani e shikoi gruan me sy të mbushur me zemërim. "Ti nuk e njeh asgjë. Ti nuk di asgjë për jetën time, për dhimbjen time, për dashurinë time. Ky fëmijë është i zimi, dhe nëse dëgjoj edhe një fjalë tjetër prej teje apo prej kujt do tjetër në këtë fshat, do të ketë pasoja." Gratë u larguan, duke murmuritur ndërmjet tyre. Hasani e ndihmoi Gentun të ngrihej, mblodhi gjërat e saj dhe e çoi në shtëpi. Kur arritën, Genta theu në të qara. Ajo qau me kaq fortë sa që trupi i saj dridhej. "Nuk mund ta duroj më," tha ajo. "Nuk mund të jetoj kështu. Të gjithë më urrejnë, të gjithë mendojnë se jam e keqe. Çfarë kam bërë për të merituar këtë?" Hasani e përqafoi dhe e la të qante. Ai ndjente dhimbjen e saj sikur të ishte e vetja, dhe në atë moment ai kuptoi se kjo nuk ishte vetëm një betejë kundër Thashe themeve. Kjo ishte një betejë për dinjitetin, për të vërtetën, për të drejtën e tyre për të jetuar në paqe. Por situata po bëhej gjithnjë e më e keqe. Disa ditë më vonë, djali i Hasanit nga Gjermania thirrri përsëri. "Baba, kam dëgjuar çfarë po ndodh," tha ai. "Të gjithë po flasin. Edhe këtu në Gjermani, shqiptarët po flasin për ne, po thonë se gruaja jote është shtatzën dhe se familja nuk është yti. Baba, kjo është e turpshme. Ju po shkatërroni emrin e familjes son." "Djali im," tha Hasani. "Unë nuk kam shkatruar asgjë. Unë kam gjetur lumturi dhe fëmia që po vjen është imi. Nëse ti nuk mund ta besosh këtë, atëherë kjo është problemi yt, jo imi." "Baba, si mund të thuash një gjë të tillë?" tha djali me zë të ngritur. "Ti je 80 vjeç, është e pamundur, dhe nëse vazhdon të pretendosh se ky fëmijë është yti, atëherë unë nuk dua të kem më asgjë për të bërë me ty." Dhe me këto fjalë, djali e mbylli telefonin dhe Hasani mbeti i shkatëruar. Por pavarësisht nga gjithçka, Hasani dhe Genta vendosën të vazhdojnë. Ata nuk do të linin që urrëtia e njerëzve t'i thyen. Ata do të presin fëmijën e tyre dhe do ta mbronin atë kundër të gjithë botës nëse do të duhej. Por pyetja që të gjithë po e bënin dhe që edhe vet Hasani thellë brenda po e bënte, ishte: a ishte fëmia vërtet i tij? Muajt kaluan ngadalë dhe barku i Gentës u rrit. Ajo tani ishte në muajin e 6 të shtatzanisë dhe forma e fëmijës që rritej brenda saj ishte e dukshme. Çdo ditë Hasani e shikonte me një përzierje ndjenjash, lumturi, krenari, por edhe një frikë të heshtur që nuk guxonte ta pranonte as para vetes. Njerëzit e fshatit nuk e kishin harruar. Thashethemet vazhduan, por tani kishin marrë një ton më të errët, më të rrezikshëm. Disa burra, veçanërisht ata të afërm me familjen e Hasanit, filluan të flisnin haptas se Hasani po turprohej dhe se ai duhet të vepronte për të mbrojtur nderin e familjes së tij.
Një ditë, vllai i Hasanit, një burr i moshuar por i ashpër me emrin Shaban, erdhi në shtëpi. Hasani nuk e kishte parë Shabanin për disa muaj dhe ardhja e tij e befasoi. "Hasan," tha Shabani, duke ulur në stol pa pritur ftesë, "duhet të flasim." "Flitet për çfarë, vlla?" pyeti ai, duke u përpjekur të mbante tonin e qetë. "Ti e di shumë mirë për çfarë," tha Shabani me një zë të ashpër. "Për atë grua, për fëmijën që ajo pretendon se është yti." "Fëmia është imi," me vendosmëri. Shabani e shikoi me një shprehje që ishte përzierje e mëshirës dhe zemërimit. "Hasan, ti je vllai im dhe të dua, por nuk mund të vazhdosh të jetosh në këtë gënjeshtër. Ti je 80 vjeç, nuk është e mundur që ajo grua të jetë shtatzën me ty. Të gjithë e din këtë. Dhe sa më shumë që ti vazhdoje ta mohoje, aq më shumë po turpërohesh." "Nuk është gënjeshtër," tha Hasani, duke ndjerë zemërimin që ngrihej brenda tij. "Mjeku e ka konfirmuar. Genta është shtatzën dhe fëmia është imi." Shabani u tund kokën në mosbesim. "Mjeku mund të thotë çfarë të dojë, por kjo nuk e bën atë të vërtetë. Hasan, ti po mashtrohes. Kjo grua ka pasur dikë tjetër. Ajo u martua me ty sepse donte pasurinë tënde, dhe tani po përdor këtë fëmijë për të siguruar trashëgimin." Hasani u ngrit nga stoli i tij, duke dridhur nga zemërimi. "Mjaft," bërtiti ai. "Nuk dua të dëgjoj më asnjë fjalë. Genta është gruaja ime, fëmia është imi, dhe nëse ti nuk mund ta respektosh këtë, atëherë të lutem të ikësh nga shtëpia ime." Shabani u ngrit gjithashtu, me një shprehje të dhimbshme në fytyrë. "Më vjen keq për ty, vlla," tha ai. "Më vjen keq që ke rënë kaq poshtë, por kur e vërteta të dalë në shesh dhe do të dalë, do të pendohesh për çdo fjalë që ke thënë sot." Dhe me këto fjalë, Shabani u largua, duke lënë Hasanin të vetëm me mendimet e tij. Atë natë, Hasani nuk mund të flinte. Ai ishte shtrirë në shtrat pranë Gentës, duke e dëgjuar frymëmarrjen e saj të qetë ndërsa ajo flinte, dhe për herë të parë, dyshimi filloi të zinte vend në zemrën e tij. A kishte të drejtë Shabani? A ishte e mundur që ai po mashtrohet? A ishte Genta me të vërtetë ajo që ai mendonte se ishte? Hasani e urreu veten për të pasur këto mendime. Ai e donte Gentën, ai e besonte atë, por dyshimi, një herë i mbjell, është i vështirë për të shkullur. Ditën tjetër, Hasani vendosi të fliste me Gentën. Ai e gjeti atë në kopsht, duke mbledhur domate. Ajo buzëqeshi kur e pa, por Hasani nuk mund të kthente buzëqeshjen. "Genta," tha ai, "duhet të flasim për diçka." Genta e kuptoi menjëherë nga toni i tij se diçka nuk shkonte. Ajo la shportën e domateve për tokë dhe e shikoi me vëmendje. "Çfarë ndodhi, Hasan?" Hasani nuk e dinte si ta fillonte. Ai shikoi për tokë, në duart e tij të vjetra, dhe pastaj tha: "Genta, njerëzit po flasin, po thonë se fëmia nuk është im, po thonë se ti më ke tradhtuar." Genta nuk tha asgjë për një moment të gjatë. Fytyra e saj u bë zbeht dhe sytë e saj u mbushën me lot. "Hasan, si mund të më bësh këtë pyetje?" tha më në fund me një zë që dridhej. "Si mund të dyshosh për mua?" "Nuk po dyshoj për ty," tha Hasani shpejt, duke u penduar tashmë për fjalët e tij. "Por unë jam 80 vjeç, Genta. A është vërtet e mundur që unë të jem babai i këtij fëmije?" Genta e shikoi me një shprehje dhimbjeje që e shqeu zemrën e Hasanit. "Hasan," tha ajo me zë të qetë, "unë nuk kam pasur asnjë burr tjetër përveç teje që kur u martova. Ky fëmijë është yti. Nëse ti nuk mund ta besosh këtë, atëherë çfarë kemi ne?" Hasani ndjeu fajsin që e mbuloi si një val. Ai shkoi tek ajo dhe e përqafoi. "Më fal, Genta," tha ai. "Më fal për të dyshuar. Unë të besoj me gjithë zemër." Genta qau në shpatullën e tij, dhe Hasani e mbajti fort, duke u betuar ndaj vetes se nuk do të lejonte që dyshimi ta pushtonte përsëri. Por situata në fshat vazhdoi të përkeqësohej. Një ditë, derisa Hasani dhe Genta ishin në treg, një burr i moshuar me emrin Hysen, një nga pleqt më të respektuar të fshatit, u afrua tek ata. "Hasan," tha Hyseni, "dua të flas me ty." Hasani u ndal. "Po, Hysen dede, çfarë dëshiron?" Hyseni e shikoi me një shprehje serioze. "Hasan, e di se jeta jote nuk ka qenë e lehtë. E di se ke humbur shumë, por ajo që po bën tani nuk është e drejtë. Ti po sjell turp mbi këtë fshat. Njerëzit po flasin, jo vetëm këtu, por edhe në fshatrat e tjera. Po thonë se një plak 80 vjeçar është bërë baba
dhe po qeshin me ne. Nuk më intereson çfarë thon njerëzit, tha Hasani, por duhet të interesoj, sepse ti je pjesë e këtij fshati. Familja jote ka jetuar këtu për breza, dhe tani me këtë martesë, me këtë fëmijë, ti po shkatron gjithçka që familja jote ka ndërtuar. Genta, që kishte qëndruar në heshtje, nuk mund të duronte më. Hysen dede, tha ajo, me gjithë respektin që kam për ju, kjo nuk është puna juaj. Hasani dhe unë jemi të martuar, fëmia që po vjen është ynë dhe çfarë thon njerëzit nuk ka rëndësi. Hyseni e shikoi Gentën me një shprehje të ftohtë. Zonja, ti je e re këtu dhe nuk e kupton mënyrën tonë të jetesës. Në këtë fshat, reputacioni është gjithçka, dhe kur reputacioni i një familje e shkatrohet, gjithë familja vuajnë. Atëherë le të vuajmë, tha Genta me vendosmëri, por nuk do të lejojmë që njerëzit të na tregojnë se si duhet të jetojmë jetën tonë. Hyseni u tund kokën me zhgënjim dhe u largua pa thënë asgjë tjetër. Por thashethemet dhe presioni social nuk ishin gjëja e vetme që po ndikonte në Hasanin dhe Gentën. Shëndeti i Hasanit, që nuk kishte qenë i fortë prej vitesh, filloi të përkeqësohej. Ai ndjehej i lodhur çdo ditë, kishte dhimbje në gjoks dhe ndonjëherë humbisnin orientimin. Një natë, Hasani u zgjua në mes të natës me një dhimbje të fortë në gjoks. Ai nuk donte ta shqetësonte Gentën, por dhimbja ishte aq e fortë sa që nuk mund ta fshihte. Genta u zgjua dhe e pa në një gjendje të keqe. Hasan, çfarë ndodhi? Tha ajo me panik. Jam mirë, tha Hasani, duke u përpjekur të buzëqeshte, vetëm pak dhimbje. Por Genta nuk e besoi. Ajo thirri një fqinj që kishte makinë dhe e çuan Hasanin në spital më të afërt, që ishte në qytetin fqinj. Në spital, mjekët e ekzaminuan Hasanin dhe konfirmuan se ai kishte pasur një atak të lehtë në zemër. Ai duhet mbetej në spital për disa ditë për monitorim dhe trajtim. Ndërsa Hasani ishte në shtrat të spitalit, Genta i qëndroi pranë. Ajo e mbante dorën e tij dhe nuk e lëshonte. Hasani e shikoi dhe pa frikën dhe dashurinë në sytë e saj. Genta, tha ai me zë të dobët, nëse diçka më ndodh mua, premto se do të kujdesesh për fëmijën tonë. Premto se do të arrisësh me dashuri dhe do t'i tregosh se babai i tij të donte me gjithë zemër. Genta nuk mund të ndalonte lotët. Mos thuaj gjëra të tilla, tha ajo. Ti do të jesh këtu për të parë fëmijën tonë të rritet. Ti do të jesh këtu për ta mbajtur në krah. Mos u dorëzo. Hasani buzëqeshi, por sytë e tij ishin të lodhur. Unë nuk po dorëzohem, Genta. Po të them vetëm se çfarë ndjej në zemrën time. Pas 4 ditësh, Hasani u lirua nga spitali me udhëzime të rrepta për të pushuar dhe për të shmangur stresin. Por kur u kthye në fshat, atmosfera kishte bërë edhe më e rëndë. Një mbrëmje, ndërsa Hasani dhe Genta ishin ulur në shtëpi, dëgjuan zhurmë të fortë jashtë. Kur Hasani doli për të parë, gjeti një grup burrash të mbledhur përpara oborrit të tij. "Çfarë doni?" pyeti Hasani. Njëri nga burrat, një njeri i ri me fytyrë të ashpër, tha: "Hasan dede, ne kemi ardhur për të folur. Ne nuk mund të shikojmë më se si ti po turpëron familjen tënde dhe fshatin ton. Kërkojmë që ti të bësh një test të atësisë kur fëmia të lind. Në këtë mënyrë, e vërteta do të dalë në shesh dhe fashethemet do të pushojnë." Hasani ndjeu zemërimin që po e mbythte. "Kjo nuk është puna juaj," tha ai. "Fëmia është imi dhe nuk kam nevojë të vërtetoj asgjë ndaj jush." "Por ke nevojë," tha një burr tjetër, "sepse nëse nuk e bën, të gjithë do të vazhdojnë të mendojnë se ti je i mashtruar, se gruaja jote të ka tradhtuar dhe se fëmia është i dikujt tjetër." "Largoni nga shtëpia ime," bërtiti Hasani. Burrat u larguan, por kërcënimi i tyre mbeti në ajër. Dhe Hasani e dinte se betejë nuk kishte përfunduar ende, përkundrazi, sapo kishte filluar. Muajt e fundit të shtatzanisë së Gentës ishin më të vështirët, jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht. Barku i saj ishte i madh dhe çdo lëvizje e bënte të ndihej e lodhur, por më e rëndësishme, presioni nga fshati nuk kishte pushuar. Çdo ditë Genta ndihej si të ishte në gjyq, një gjyq pafund, ku ajo ishte e akuzuara dhe ku askush nuk donte ta dëgjonte anën e saj. Hasani nga ana tjetër po luftonte me shëndetin e tij. Pas atakut të lehtë në zemër, mjekët e kishin paralajmëruar se ai duhet të shmangur stresin dhe të pushonte sa më shumë. Por si mund të pushonte kur çdo ditë sillte një sfidë të re, një fyerje të re, një dyshim të ri? Një natë, në muajin e 9 të shtatzanisë, Genta filloi të ndjente dhimbje. Në fillim ato ishin të lehta, por shpejt u intensifikuan. Ajo e thirri Hasanin, i cili ishte në kopsht, dhe i tha se mendonte se koha kishte ardhur.
Hasani ndjeu një përzierje paniku dhe emocionit. Ai kishte pritur këtë moment me aq shumë mall, por tani që kishte ardhur, nuk e dinte nëse trupi i tij i vjetër do të mund ta duronte tensionin. Ata u nisën për në spital, por rruga ishte e gjatë dhe e vështirë. Fshati ishte larg qytetit dhe rrugët ishin të këqija. Hasani kishte thirrur një taksist që e njihte dhe ai kishte ardhur shpejt. Gjatë gjithë udhëtimit, Genta mbante dorën e Hasanit dhe thërriste nga dhimbja. Çdo minutë dukej si një orë. Kur arritën në spital, mjekët e morën Gentën menjëherë në dhomën e lindjes. Hasani donte të hynte me të, por infermierët i thanë se ai duhej të priste jashtë. Ai u ul në karrigen e korridorit, me duart që i dridheshin dhe me zemrën që i rrahte me forcë. Orët kaluan. Hasani nuk lëvizte. Ai dëgjonte zërat që vinin nga dhoma e lindjes, zëra mjekësh, zëra infermieresh dhe her pas here klithmat e Gentës. Çdo klith me saj e bënte atë të ndjente dhimbjen e saj, sikur të ishte e vetja. Më në fund, pas 5 orëve të gjata, një infermiere doli nga dhoma. Ajo buzëqeshi. "Ura," tha Hasan dede, tha ajo. "Ju keni një djalë të bukur dhe të shëndetshëm." Hasani nuk mund ta besonte. Ai ndeti aty, i ngrirë, duke mos ditur çfarë të thoshte. Një djalë. Ai kishte një djalë. Në moshën 80 vjeç, ai ishte bërë baba përsëri. "A mund ta shoh?" pyeti Hasani, me zë që dridhej. "Natyrisht," tha infermierja, "por së pari duam të ju sigurohemi që ju jeni mirë. Zemra juaj." "Unë jam mirë," tha Hasani shpejt. "Më çoni tek ajo, më çoni tek djali im." Infermierja e çoi Hasanin në dhomë. Atje, në shtrat, ishte Genta, e lodhur por e lumtur. Në krahët e saj, e mbështjell në një batanie të bardhë, ishte fëmia, i vogël, me fytyrë të kuqe, me sy të mbyllur, duke fjetur në paqe. Hasani u afrua ngadalë. Ai e shikoi fëmijën me një ndjenjë që nuk e kishte ndjerë prej shumë vitesh. Ishte dashuri e pastër, e pakufishme, që mbushi gjithë qenien e tij. "Eja," tha Genta duke buzëqeshur, "mbaje në krah." Hasani zgjati duart e tij të vjetra dhe të dridhura dhe Genta ja dha fëmijën me kujdes. Në momentin kur Hasani e mbajti djalin e tij në krah, diçka theu brenda tij. Të gjitha dhimbjet, të gjitha vuajtjet, të gjithë dyshimet u zbehën. Ai shikoi në fytyrën e vogël të fëmijës dhe pa jetën e re, shpresën e re, dashurinë e re. "Si do ta quajmë?" pyeti Hasani, me zë të mbushur me emocione. Genta e shikoi Hasanin dhe tha: "Le ta quajmë Ilir." Do të thotë i lirë, sepse ky fëmijë do të jetë i lirë nga të gjitha thashethemet, të gjitha gjykimet, të gjitha urrejtjet. Ai do të rritet duke ditur vetëm dashurinë. Hasani miratoi me kokë, duke mbajtur Ilirin fort në krah. "Ilir," përsëriti ai, "djali im, Ilir." Por lumturia e atij momenti nuk zgjati shumë. Kur Hasani dhe Genta u kthye në fshat me Ilirin, atmosfera ishte edhe më e rëndë se përpara. Njerëzit i shikonin me sy të ftohtë, me shprehje të ashpra, me buzëqeshje ironike. Thashethemet nuk kishin pushuar, ato kishin shpërthyer me forcë të re. "Ai fëmijë nuk duket si Hasani," thoshin disa. "Shikoni fytyrën e tij, ai ka pamjen e dikujt tjetër." "Genta ka bërë atë që kishte planifikuar," thoshin të tjerët. "Ajo u martua me Hasanin, e bëri të besonte se fëmia është i tij dhe tani fëmia do të trashëgojë gjithçka." Kishte edhe ata që shkuan më larg. "Iliri nuk është fëmia e Hasanit, ai është fëmijë i dikujt që Genta kishte para se të martohej, ose më keq, është fëmijë i dikujt me të cilin ajo e tradhtoi Hasanin." Një ditë, ndërsa Hasani po ecste në fshat me Ilirin në krah, një burr i moshuar me emrin Kadri e ndali. "Hasan," tha Kadri, "të lutem, më dëgjo. Unë po të them këtë si mik, si dikush që të njeh prej shumë vitesh. Bëj një test të atësisë, vërteto që fëmia është yti. Në këtë mënyrë të gjitha thashethemet do të pushojnë dhe ti do të jetosh në paqe." Hasani e shikoi Kadrin me një shprehje të lodhur. "Kadri, unë nuk kam nevojë të vërtetoj asgjë. Iliri është djali im, unë e ti këtë në zemrën time." "Por si mund ta dish?" pyeti Kadri. "Hasan, ti je 80 vjeç, nuk është e mundur që..." "Mjaft," bërtiti Hasani, duke e ndërprer. "Nuk dua të dëgjoj më. Iliri është djali im, dhe kjo është e vetmja e vërtet që më intereson." Kadri u tund kokën me mëshirë dhe u largua. Por atë natë, kur Hasani ishte vetëm në kopsht, dyshimi filloi të zinte vend përsëri. Ai shikoi yjet dhe u pyet veten:
A ishte i mundur që të gjithë të kishin gabim? A ishte e mundur që Iliri vërtet të ishte djali i tij, apo ai po jetonte në një gënjeshtër që Genta kishte krijuar? Hasani e urreu veten për këto mendime, por ato nuk do të largoheshin. Javët kaluan dhe jeta me Ilirin sjelli gëzim të madh për Hasanin dhe Gentën, por edhe sfida të reja. Fëmia ishte i shëndetshëm dhe po rritej mirë, por Hasani, me moshën e tij, gjeti vështirë të kujdesej për një bebe. Çdo natë, kur Iliri qante, Hasani zgjohej, por trupi i tij i vjetër nuk kishte energjinë që kishte pasur dikur. Genta ishte ajo që kryente pjesën më të madhe të punës, dhe Hasani ndjehej i pafuqishëm. Por më e keqja ishte presioni psikologjik. Çdo ditë, Hasani ndjente peshën e dyshimeve që njerëzit kishin. Çdo herë që dilte në fshat, ai ndjente sytë e tyre mbi të, duke e gjykuar, duke e pyetur, duke e analizuar. Një ditë, Shabani, vëllai i Hasanit, erdhi përsëri në shtëpi. Ai kishte një shprehje serioze në fytyrë. "Hasan," tha Shabani, "kam ardhur për të folur për diçka të rëndësishme." Hasani e ftoi të hynte, dhe ata ulën në sallonin e vogël të shtëpisë. "Çfarë dëshiron, Shaban?" pyeti Hasani. Shabani mori një frymë të thellë. "Hasan, e di që nuk dëshiron ta dëgjosh këtë, por duhet ta them. Familja jon po vuan, djemt e mi po turpërohen në shkollë. Njerëzit po bëjnë shaka për ta, po thonë se xhaxhai i tyre ka humbur mendjen. Vajzat e mia po kanë problem të gjejnë burra të mirë për t'u martuar, sepse familjet e tjera po na shohin si një familje e turpëruar." "Hasan," tha Shabani me një zë të qetë, "më vjen keq që fëmijët e tu po vuajnë, por unë nuk kam bërë asgjë të keqe. Unë u martova me një grua që e dashuroj, dhe kemi një fëmijë bashk. Kjo është e gjitha." "Por a je i sigurt se fëmia është yti?" pyeti Shabani drejt për drejt. Hasani ndjeu një dhimbje në gjoks. "Po, jam i sigurt." "Atëherë vërteto," tha Shabani, "bëj një test të atësisë. Në këtë mënyrë, të gjithë do të dinë të vërtetën, dhe ne do të mund të jetojmë në paqe." Hasani heshti për një kohë të gjatë. Ai e dinte se Shabani kishte të drejtë në një mënyrë. Një test do t'i hiqte të gjitha dyshimet, por në një mënyrë tjetër, fakti që ai duhej të bënte një test ishte një fyerje. Ai duhej të besonte Gentën. Ai duhej të besonte dashurinë e tyre. "Do të mendoj për këtë," tha Hasani më në fund. Atë natë, Hasani foli me Gentën. Ai i tregoi për bisedën me Shabanin dhe për presionin që po ndjente. Genta e dëgjoi në heshtje, dhe kur Hasani mbaroi ajo tha: "Hasan, nëse ti dëshiron të bësh një test, unë nuk do të kundërshtoj. Unë e di të vërtetën, dhe një test do ta vërtetoj atë, por dua që ti të dish diçka. Fakti që ti po mendon për këtë test më tregon se ti ke dyshime për mua, dhe kjo më thyre në zemrën." Hasani ndjeu fajsin. "Genta, unë nuk kam dyshime për ty, por unë kam dyshime për veten time. Jam 80 vjeç, si mund të jem baba në këtë moshë?" Genta e shikoi me sy plot lot. "Hasan, dashuria nuk njeh moshë. Fëmijët nuk lindin vetëm nga fuqia fizike, por nga dashuria dhe nga një mrekulli që askush nuk mund ta shpjegojë. Iliri është djali yt sepse ti je babai i tij në çdo kuptim të fjalës. Ai është djali yt sepse ti e doje, ti e preke, ti e mbane në krah. Ai është djali yt sepse ti do të jesh ai që do t'i mësoj atij se çfarë do të thotë të jesh njeri i mirë." Ato fjalë e prekën Hasanin thellë. Ai e përqafoi Gentën dhe qau. Për herë të parë në shumë kohë, ai qau, jo nga dhimbja, por nga një ndjenjë thellë falënderimi dhe dashurie. Ditën tjetër, Hasani vendosi se nuk do të bënte asnjë test. Ai nuk kishte nevojë të vërtetonte asgjë ndaj askujt. Iliri ishte djali i tij, dhe kjo ishte e vetmja e vërtetë që i nevojitej. Ai thirri Shabanin dhe ja tha vendimin e tij. Shabani nuk ishte i lumtur, por e pranoi. "Mirë, Hasan," tha ai, "por dije se kjo vendim do të ketë pasoja. Njerëzit nuk do të pushojnë së foluri." "Le të flasin," tha Hasani. "Unë nuk jetoj për njerëzit, unë jetoj për familjen time." Por në të vërtetë, situata u bë edhe më e keqe. Thashethemet nuk pushuan, ato u bën më të forta. Njerëzit filluan të thonë se Hasani ishte i friksuar të bënte testin, sepse ai e dinte që rezultati do të tregonte se fëmia nuk ishte i tij. Një ditë,
Ndërsa Genta po blinte gjëra në treg, një grua e re e ndaloi. "Genta", tha gruaja, "dua të bëj një pyetje. Pse nuk do që Hasani të bëj një test të atësisë? A ke frikë se e vërteta do të dalë në shesh?" Genta e shikoi gruan me një shprehje të qetë, por të vendosur. "Unë nuk kam frikë nga asgjë", tha ajo. "Iliri është djali i Hasanit, dhe nëse ti apo dikush tjetër nuk e beson këtë, kjo është problemi juaj, jo imi." Por komentet e tilla vazhdonin të vinin dhe secila prej tyre e bënte jetën e tyre më të vështirë. Një mbrëmje, kur Hasani dhe Genta ishin ulur në shtëpi, dëgjuan një zhurmë të fortë jashtë. Kur dolën, gjetën se dikush kishte hedhur gur në dritaret e tyre. Disa xhama ishin thyer. Hasani ndjeu zemrimin që po e mbyste. Ai doli në obor dhe bërtiti. "Kush është? Dil dhe më trego fytyrën." Por askush nuk u përgjigj. Rruga ishte bosh dhe e errët. Atë natë, Hasani dhe Genta nuk flitën. Ata thanë në heshtje, duke mbajtur ilirin midis tyre dhe duke ndjerë se bota po bëhej gjithnjë e më e errët rreth tyre. Por me gjithçka, ata nuk u dorëzuan. Ata vazhduan të jetonin, të dashuronin, të shpresonin, sepse ata dinin se e vërteta, herët ose vonë, do të dilte në shesh. Por çfarë ishte e vërteta, dhe a ishin ata gati ta përballen atë? Një mëngjes, ndërsa Hasani po kulloste ditë në fush, një grua e panjohur erdhi në fshat. Ajo pyeti për Gentën dhe dikush ja tregoi rrugën për në shtëpinë e Hasanit. Gruaja shkoi atje dhe trokiti në derë. Genta hapi derën dhe u befasua. Gruaja përpara saj ishte rreth 50 vjeç, me flok gri dhe sy të trishtuar. "Po, si mund t'ju ndihmoj?" pyeti Genta. Gruaja e shikoi me një shprehje të ndërlikuar. "Genta, emri im është Mira, unë jam motra e Ndrenikës." Në momentin kur Genta dëgjoi emrin Ndrenika, fytyra e saj u bë e zbeht. Ajo e dinte se kush ishte Mira dhe e dinte se çfarë do të thoshte ardhja e saj. "Hyr", tha Genta me zë të dobët. Mira hyri në shtëpi dhe ato ulën në tavolinë të vogël të kuzhinës. Genta i ofroi kafe, por Mira refuzoi. "Genta", tha Mira, "kam ardhur për të folur me ty për diçka të rëndësishme. Kam dëgjuar se je martuar dhe se ke një fëmijë. Jam e lumtur për ty, por ka diçka që duhet ta dish." "Çfarë?" pyeti Genta duke ndjerë zemrën që i rrafte me forcë. Mira mori një frym të thellë. "Ndrenika ka vdekur." Genta ndjeu sikur bota po ndalonte. Ajo e shikoi Mirën me sy të hapura, duke mos ditur çfarë të thoshte. "Kur?" pyeti ajo më në fund. "Para 2 muajve", tha Mira. "Ajo vdiq nga smundja që e kishte prej vitesh. Në ditët e fundit të jetës së saj, ajo foli për ty. Ajo tha se ti ke qenë e vetmja që e kujdeseshe për të, kur të gjithë të tjerët e kishin braktisur. Ajo më tha që nëse ndonjëherë do të kisha mundësi, duhej të gjeja dhe të të falenderoja." Genta nuk mund të ndalonte lotët. Ajo u kthye dhe fshiu fytyrën me dorë, duke u përpjekur të mos e tregonte dhimbjen. "Mira", tha ajo me zë të dridhur, "Ndrenika ishte si motra ime. Ajo ishte e vetmja që më kuptoi kur gjithë bota më kishte kthyer shpinën. Më vjen shumë keq që nuk isha atje kur ajo vdiq." Mira e shikoi me dëmshuri. Ajo e kuptoi pse nuk ishe atje, Genta. Ajo e dinte se ti kishte nevojë të filloje një jetë të re, larg nga gjithçka që të kishte lënduar. Pas një heshtjeje të gjatë, Mira tha: "Por ka diçka tjetër që duhet ta dish. Para se të vdiste, Ndrenika më tha një sekret që lidhet me ty." Genta e sikoi me shqetësim. "Çfarë sekreti?" Mira ngurroi për një moment, pastaj tha: "Ndrenika më tregoi për agimin." Genta ndjeu sikur zemra e saj kishte ndaluar. Emri që ajo kishte përpjekur të harronte për vite, emri që i sillte dhimbje të padurueshme sa herë që e dëgjonte, tani ishte shqiptuar përsëri. "Çfarë tha ajo për agimin?" pyeti Genta me zë pothuese të padëgjueshëm. "Ajo më tha se agimi nuk vdiq në atë aksident", tha Mira. "Ajo më tha se ai jetoi për disa ditë pas aksidentit dhe se ai foli me të. Ai i tha Ndrenikës diçka që ajo nuk kishte guxuar të ta tregonte kurrë." Genta po drithej. "Çfarë i tha ai?" Mira e shikoi thellë në sy. "Ai i tha Ndrenikës se ti ishe bruaja më e mirë që kishte njohur ndonjëherë. Ai i tha se ti e kishe dashuruar me gjithë zemër dhe se dhimbja më e madhe e ti ishte se po të linte vetëm. Ai i tha Ndrenikës që nëse do ta shihte ndonjëherë, duhej të thoshte se ti nuk duhet të ndjehesh fajtore për asgjë.
Aksidenti nuk kishte qenë fajyt. Genta nuk mund të duronte më. Ajo theu në të qara, një qarje e thellë, e shpirtit, që vinte nga vite dhimbjeje të fshehura. Ajo qau për Agimin, burrin që kishte humbur 10 vjet më parë në një aksident makinash. Ajo qau për fëmijën që nuk kishin pasur, kur mundësi të kishin së bashku. Ajo qau për gjithë jetën që ata kishin planifikuar dhe që nuk ishte realizuar kur. Mira e la të qaunte, duke e mbajtur dorën e saj në heshtje. Kur Genta më në fundu qetësua, Mira tha: Genta, e di se jeta jote nuk ka qenë e lehtë, por dua të them diçka. Ti meriton lumturi, ti meriton dashuri, dhe nëse ke gjetur atë me Hasanin, atëherë mos lejo që asgjë apo askush ta shkatërrojë atë. Genta e falenderoi Mirën për fjalët e saj dhe për lajmin që i kishte sjell. Pas një ore, Mira u largua, duke e lënë Gentën vetëm me mendimet e saj. Atë mbrëmje, kur Hasani u kthye në shtëpi, ai e gjeti Gentën ulur në errësirë, me Ilirin të fjetur në diep pranë saj. Genta, çfarë ndodhi? Pyeti Hasani me shqetësim. Genta e shikoi, dhe për herë të parë që nga martesa e tyre, ajo vendosi t'i tregonte gjithçka. Ajo i tregoi për Agimin, për dashurinë e tyre, për aksidentin që ja kishte marrë jetën. Ajo i tregoi për dhimbjen që kishte mbajtur brenda për vite, për ndjenjen e fajt që e kishte munduar, për vetmin që e kishte shtyer të largohej nga qyteti dhe të vinte në këtë fshat të vogël. Kur të takova ty, Hasan, tha Genta, nuk mendoja se do të mund të dashuroja përsëri. Mendoja se zemra ime kishte vdekur bashkë me Agimin, por ti më tregove se dashuria mund të lulëzoj edhe në dhimbje. Ti më tregove se jeta mund të filloj përsëri, edhe kur gjithçka duket e humbur. Hasani e dëgjoi në heshtje, dhe kur ajo mbaroi, ai e përqafoi. Genta, tha ai, të gjithë kemi një të kaluar, të gjithë kemi humbur njerëz që kemi dashur, por ajo që na përkufizon nuk është ajo që kemi humbur, por si zgjedhim të vazhdojmë. Dhe ti ke zgjedhur të vazhdosh me mua, dhe unë jam i nderuar për këtë. Ato fjalë e qetësuan Gentën në një mënyrë që asgjë tjetër nuk kishte bërë. Ajo e kuptoi se Hasani e kuptonte, vërtet e kuptonte, dhe kjo ishte gjëja më e çmuar që ajo kishte marrë ndonjëherë nga dikush. Por historia e Gentës nuk ishte e vetmja që po zbulohet. Në ditët që erdhën, sekretet e tjera do të dilnin në shesh, sekrete që do të ndryshonin gjithçka. Disa javë pas vizitës së Mirës, Hasani filloi të ndjente një rënje të fuqisë së tij. Ai po bëhej gjithnjë e më i dobët, dhe her pas here kishte momente kur mendja e tij dukej e mjegulluar. Një ditë, ndërsa po punonte në kopst, ai u rrëzua dhe nuk mund të ngrihej. Genta e dëgjoi thirrjen e tij dhe vrapoi. Kur e gjeti, ai ishte i shtrirë për tokë, i zbeht dhe duke munduar të merrte frymë. Hasan, çfarë ndodhi? Thirri Genta me panik. Nuk mund të lëviz mirë, tha Hasani me zë të dobët. Mendoj se duhet të shkoj te mjeku. Genta thirri një fqinje për ndihmë dhe ata e çuan Hasanin përsëri në spital. Kësaj radhe, mjekët ishin më të shqetësuar. Ata e mbajtën Hasanin në spital për ekzaminime të detajuara. Pas 2 ditësh, mjeku kryesor thirri Gentën për një takim privat. Zonja Genta, tha mjeku me një ton serioz, duhet të flasim për gjendjen e Hasanit. Genta ndjeu frikën që e mbuloi. Çfarë ka? A është diçka serioze? Mjeku mori një frymë të thellë. Zemra e Hasanit është shumë e dobët. Ai ka pasur dëmtime të konsiderueshme dhe në moshën e tij trupi nuk po rikuperohet. Ne po I japim medikamente, por duhet të jeni të përgatitur për mundësinë që koha e tij mund të jetë e kufizuar. Genta ndjeu sikur bota po shembet rreth saj. Sa kohë? Pyeti ajo, duke tentuar të mbante qetësinë. Është e vështirë të thuash, tha mjeku. Mund të jenë muaj, mund të jenë vite, por duhet ta dini se çdo ditë që kalon, zemra e tij po dobësohet. Atë natë, Genta nuk foli me Hasanin për atë që mjeku kishte thënë. Si mund t'ia thoshte? Si mund t'ia thoshte burrit që kishte gjetur kaq vonë në jetë, burrit që I kishte dhënë arsye për të jetuar përsëri, se koha e tyre bashkë mund të ishte shumë e shkurtër. Por Hasani e kuptoi nga sytë e saj. Ai e njihte Gentën mjaftueshëm mirë për të parë kur ajo po fshihte diçka. Genta, tha ai një mbrëmje, ndërsa ishin ulur në dhomën e spitalit. Dua të bëj një premtim. Sado kohë më mbetet,
qoftë një vit, një muaj apo një ditë, unë do të ta kaloj duke qenë i lumtur, sepse unë tashmë kam marrë më shumë nga jeta se sa kisha shpresuar ndonjëherë. Kam ty, kam Ilirin, dhe kjo është mjaft. Genta nuk mund të ndalonte lotët. Hasan, unë nuk dua të humbas, tha ajo. Sa po të gjeta, nuk është e drejtë. Hasani buzëqeshi. Jeta nuk është kurrë e drejtë, Genta, por ajo është e bukur, edhe në dhimbje. Dhe unë jam mirënjohës për çdo moment që kam me ty. Ato fjalë e mbushën Gentën me një ndjenjë dhimbjeje dhe dashurie të përzier. Ajo e përqafoi Hasanin dhe mbeti atje, duke e mbajtur fort, sikur ta mbante, ai nuk do të largohej kurrë. Ditën tjetër, Hasani u lirua nga spitali me një listë të gjatë medikamentesh dhe udhëzime të rrekta për të pushuar. Kur u kthye në fshat, thashë themet ishin zbutur pak, jo sepse njerëzit kishin ndryshuar mendjen e tyre, por sepse kishin filluar të flasin për gjëra të tjera. Megjithatë, disa ende flisnin për Hasanin dhe Gentën, dhe disa ende dyshonin për Ilirin. Një ditë, ndërsa Hasani po pushonte në shtëpi, dikush trokiti në derë. Genta hapi dhe gjeti një burr të ri që nuk e kishte parë më parë. Po, si mund t'ju ndihmoj? Pyeti ajo. Burri i ri dukej nervoz. Zonja, emri im është Arben, unë jam nga qyteti Fqinj. Kam dëgjuar për situatën tuaj dhe kam ardhur për të folur me ju për diçka të rëndësishme. Genta e ftoi të hynte dhe ata ulën. Arben duke i shqetësuar, sikur të mos dinte nga duhej të fillonte. Zonja Genta, tha i më në fund, unë jam mjek, jo mjek i zakonshëm, por specialist në fertiliteti dhe gjenetik. Kam dëgjuar historinë tuaj dhe dua t'ju them diçka që mund t'ju ndihmoj. Vazhdoni, tha Genta. Ka raste, shumë të rralla, por të dokumentuara mjekësisht, ku burra në moshë të shtyr, madje edhe në të 80-tat, kanë pasur fëmijë, tha Arbeni. Është e rrallë, por e mundur. Kjo ndodh kur burri ka pasur shëndet të mirë për pjesën më të madhe të jetës, kur ka pasur një dietë të mirë dhe kur ka faktor gjenetik që favorizojnë fertilitetin e gjatë. Unë nuk po them se kjo është e zakonshme, por po ju them se nuk është e pamundur. Genta ndjeu një val lehtësimi. Pra, ju po thoni se Iliri mund t'jetë vërtet djali i Hasanit? Po, tha Arbeni, dhe nëse doni, unë mund të bëj një test të atësisë falas për ju. Jo sepse dyshoj, por sepse dua t'ju ndihmoj të vërtetoni të vërtetën dhe të mbyllni gojën e atyre që po ju gjykojnë. Genta e shikoi Arbenin për një kohë të gjatë. Ajo nuk e dinte nëse duhej ta besonte apo jo, por një gjë ishte e qartë. Nëse bëhej një test dhe rezultati do të tregonte se Iliri ishte vërtet djali i Hasanit, thashë themet do të pushonin për gjithmonë. Le të flas me Hasanin, tha Genta. Atë mbrëmje, Genta i tregoi Hasanit për vizitën e Arbenit dhe për ofertën që ai kishte bërë. Hasani dëgjoi në heshtje. Çfarë mendon ti? Pyeti Genta. Hasani u mendua për një kohë të gjatë. Pastaj tha, mendoj se duhet ta bëjmë. Jo sepse dyshoj, por sepse dua që Iliri të rritet pa turp, pa thashetheme, pa gjykim. Dua që ai të di, pa asnjë dyshim, se ai është djali im. Genta miratoi me kokë. Atëherë do ta bëjmë. Një javë më vonë, Arbeni u kthye me rezultatet e testit të atësisë. Hasani dhe Genta ishin ulur në kuzhinë, me zemrat që u rrahnin me forcë. Iliri flinte në djepin e tij, i pavetdijshëm për tensionin që mbushte dhomën. Arbeni hapi zarfin ngadalë. Ai shikoi rezultatet dhe një buzëqeshje vogël shfaqej në fytyrën e tij. Hasan dede, zonja Genta, thaj. Kam lajme të mira. Testi i atësisë tregon me 99.9% siguri se Iliri është djali biologjik i Hasanit. Hasani ndjeu sikur një peshë e madhe ishte hequr nga shpatullat e tij. Ai e shikoi Gentën dhe ajo po qante, por kësaj radhe ato ishin lot gëzimi. E shihni, tha Genta me zë të dridhur. E shihni, unë ju thash që Iliri është djali yt. Hasani e përqafoi dhe për një moment gjithçka tjetër zhduk. Thashë themet, gjykimi, dhimbja, asgjë nuk kishte rëndësi më. Ata kishin të vërtetën, dhe e vërteta ishte më e fortë se çdo gënjeshtër. Arbeni i lam rezultatet e shkruara dhe u largua, duke u uruar atyre fat të mirë. Ditën tjetër, Hasani dhe Genta vendosën të ndalin rezultatet me fshatin.
Ata thirrën një takim publik në sheshin kryesor të fshatit dhe kërkuan që të gjithë të vinin. Lajmi u përhap shpejt dhe në mbrëmje pothuajse gjithë fshati ishte mbledhur atje. Hasani u ngrit në mes të sheshit, duke mbajtur një kopje të rezultateve të testit në dorë. Genta qëndroi pranë tij, me Ilirin në krah. Njerëz të fshatit, filloi Hasani me një zë të qartë dhe të fortë. Ju keni folur për mua dhe për familjen time për muaj të tërë. Keni thënë se unë jam një plak i mashtruar. Keni thënë se gruaja ime më ka tradhtuar. Keni thënë se djali im nuk është i imi. Sot, unë kam ardhur për t'ju treguar të vërtetën. Ai ngriri rezultatet e testit në ajër. Ky është një test i aftësisë, i kryer nga një mjek specialist. Rezultatet tregojnë se Iliri është djali im biologjik. Jo ka dyshim, jo ka vend për thashethene. Iliri është djali im. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Njerëzit e shikonin njëri tjetrin, të befasuar, të turpëruar, të paqartë se çfarë të thonin. Pastaj, një grua nga turma bërtiti. Si është e mundur? Ti je 80 vjeç. Hasani e shikoi me qetësi. Është e mundur sepse Zoti ka vendosur kështu. Është e mundur sepse jeta është plot mrekulli që ne nuk i kuptojmë. Dhe është e mundur sepse dashuria është më e fortë se çdo gënjeshtër. Një burr tjetër tha, por ne mendonim. Ju mendonit gabim, e ndërpreu Hasani. Ju mendonit se e dinit të vërtetën, por nuk e dinit. Ju gjykuat pa ditur, ju fyt pa arsye, dhe ju shkaktuat dhimbje për një familje që nuk kishte bërë asgjë të keqe. Shabani, vllai i Hasanit, u afrua. Ai duke i turpëruar. Hasan, thaj, më fal, unë nuk duhet të kisha dyshuar për ty. Unë duhet të kisha qenë pranë teje që nga fillimi. Hasani e shikoi vllaun e tij dhe buzëqeshi. Shabani, unë nuk të fajsoj. Të gjithë dyshuan, por tani e vërteta është këtu, dhe shpresoj se prej këtej tutje ju do të më trajtoni mua dhe familjen time me respekt. Shumë njerëz në turm filluan të kërkonin falje. Disa erdhën tek Hasani dhe Genta dhe u shtrënguan dorën. Disa ishin duke qarë nga turpi. Disa thjesht qëndronin atje, të heshtur, duke kuptuar se kishin gabuar. Por jo të gjithë ishin të penduar. Kishte ende disa që refuzonin ta besonin, që thonë se testi ishte i rrem, se Hasani dhe Genta kishin paguar mjekun për të treguar rezultate false. Por ata ishin pakic dhe zërat e tyre u mbytën nga shumica që tani po pranonte të vërtetën. Atë natë, kur Hasani dhe Genta u kthyen në shtëpi, ata ndjen një leftësi që nuk e kishin ndjerë prej shumë kohësh. Beteja kishte përfunduar, ata kishin fituar. Por jeta, siç e dinë të gjithë, nuk përfundon me një fitore. Jeta vazhdon, me gëzimet e saj dhe me dhimbjet e saj. Muajt që pasuan ishin më të lumturit që Hasani kishte jetuar në vitet e fundit të jetës së tij. Fshati, edhe pse ngadalë, filloi ta pranonte Gentën dhe Ilirin. Njerëzit filluan ta shihnin Ilirin si pjesë të fshatit, si një fëmijë të tyre. Gratë e fshatit, që dikur ishin qenë kaq të ashpra me Gentën, tani vinin në shtëpi për ta vizituar dhe për t'i ofruar ndihmë. Iliri po rritej shpejt. Ai ishte një fëmijë i lumtur, me buzëqeshje të ndritshme dhe me sy plot kureshtje. Çdo ditë ai zbulonte diçka të re, dhe çdo ditë Hasani e shikonte me një krenari që nuk e kishte ndjerë kurrë më parë. Hasani kalonte orë të tëra duke luajtur me Ilirin. Edhe pse trupi i tij ishte i dobët, ai gjente forcën për të ngritur djalin e tij, për ta mbajtur në krah, për t'i kënduar këngë të vjetra që ai i kujtonte nga fëmijëria e tij. Genta i shikonte ato momente me një përzierje lumturie dhe melankolie, duke ditur se koha që kishin bashk ishte e çmuar dhe e shkurtër. Një ditë, kur Iliri ishte 6 muajsh, Hasani e mori në kopshtin e tij dhe i tregoi pemët që ai kishte mbjellë 10 vjet më parë. "Shikoj Ilir", tha Hasani, duke treguar një mollë të vjetër. "Këtë pemë e mbolli xhaxhai im kur unë isha fëmijë, dhe tani unë po të tregoj ty. Një ditë, kur të jesh i rritur, ti do t'i tregosh fëmijëve të tu. Kështu vazhdon jeta birë. Ne vdesim, por ajo që lëm pas vazhdon." Iliri, që nuk kuptonte fjalët, por ndjente ngrohtësinë e zërit të babait të tij, buzëqeshi dhe zgjati dorën e vogël për të prekur lëvoren e pemës. Hasani qau atë ditë, por ato nuk ishin lot trishtimi. Ato ishin lot falënderimi. Ai falenderoi Zotin për çdo moment që kishte me Ilirin, për çdo frymarrje, për çdo shikimin e vogël që ndanin. Por, si gjithmonë, fati kishte planet e veta.
Një dimër të ftohtë, kur bora mbulonte fshatin dhe rrugët ishin të ngritura nga akulli, Hasani u sëmur sërish. Kësaj radhe, ai u dobësua aq shpejt sa që mjekët e kuptuan se trupi i tij nuk po luftonte më. Genta e çoi në spital, por mjekët nuk mund të bënin shumë. Zemra e Hasanit ishte shumë e dobët dhe çdo ditë që kalonte, ai po largohej pak nga kjo botë. Një mbrëmje, ndërsa Hasani ishte shtrirë në shtratë të spitalit, ai e thirri Gentën afër. "Genta", tha ai me zë të dobët, "e di se koha ime po mbaron, e ndjej." "Mos thuaj këto gjëra", tha Genta duke qarë, "ti do të jesh mirë, ti duhet të jesh mirë, Iliri ka nevojë për ty, unë kam nevojë për ty." Hasani buzëqeshi me dhimbje. "Genta, Iliri do të jetë mirë sepse ai ka ty, dhe ti do të jesh mirë sepse je një grua e fortë, më e forta që kam njohur ndonjëherë." Ai zgjati dorën e tij të dridhur dhe e preku fytyrën e Gentës. "Dua që të më premtosh diçka", tha ai. "Çfarë?" pyeti Genta duke mbajtur dorën e tij fort. "Premto se do t'i tregosh Ilirit për mua. Premto se do t'i thuash se sa shumë e dashurova, edhe para se të lindte. Premto se do t'i mësosh të jetë një njeri i mirë, i ndershëm, i dashur, dhe premto se nuk do ta lësh kurrë të ndihet i vetëm." Genta nuk mund të fliste. Ajo vetëm miratoi me kokë, duke qarë me të madhe. "Dhe edhe një gjë", vazhdoi Hasani, "mos u mërzit për mua. Unë kam jetuar një jetë të gjatë, kam parë gjëra të bukura dhe të këqija, kam humbur dhe kam gjetur. Por këto vitet e fundit, me ty dhe me Ilirin, këto kanë qenë vitet më të bukura të jetës sime. Nëse do të vdisja nesër, do të vdisja i lumtur." "Hasan, të lutem", tha Genta, por ai e ndërpreu butësisht. "Dëgjom, Genta, kur të mos jem më, dua që ti të vazhdosh të jetosh. Dua që ti të jesh e lumtur, dua që ti të gjesh paqen që të meriton. Dhe nëse një ditë takon dikë që të bën të buzëqeshesh përsëri, mos ki frikë, mos mendo se po më tradhton, sepse dashuria e vërtet nuk mbahet në kafaze, ajo lirohet dhe lejon tjetrin të jetojë." Ato ishin fjalët e fundit që Hasani tha atë natë. Ai ra në gjumë dhe në mëngjes kur Genta u zgjua, ai kishte vdekur në qetësi, me një buzëqeshje të vogël në fytyrë. Lajmi i vdekjes së Hasanit u përhap shpejt në fshat. Njerëzit erdhën për të shprehur ngushëllimet e tyre. Disa qanë, jo vetëm për Hasanin, por edhe për turpin që ndjenin për mënyrën se si e kishin trajtuar atë dhe familjen e tij. Funerali u organizua 3 ditë më vonë. Gjithë fshati erdhi. Burra, gra, fëmijë, të gjithë ishin atje për t'i dhënë lamtumirën e fundit Hasanit. Djali i tij nga Gjermania erdhi gjithashtu, me fytyrë të mbushur me pendim. Ai shkoi tek Genta dhe i tha: "Më fal për gjithçka. Unë nuk duhet të kisha qenë kaq i ashpër me babain tim. Ai meritonte më mirë nga unë." Genta e përqafoi dhe i tha: "Hasani të donte. Ai kur nuk pushoi së dashuruari ty, edhe kur ti e largove veten." Varri i Hasanit u vendos pranë varrit të Fahrijes, gruas së tij të parë. Dhe kur gjithçka mbaroi, Genta qëndroi atje për një kohë të gjatë, duke mbajtur Ilirin në krah dhe duke shikuar gurin e varrit ku ishte shkruar emri i burrit që ja kishte dhuruar jetës, arsye për të vazhduar. Pjesa 12. Jeta pas Hasanit. Muajt që pasuan ishin të vështirë për Gentën. Shtëpia që dikur ishte plot me zërin e Hasanit, me gëzimin e tij, me praninë e tij, tani ishte e heshtur dhe e ftoftë. Çdo cep, çdo objekt, çdo pemë në kopsht i kujtonte atë. Por Genta nuk u dorëzua. Ajo kishte bërë një premtim ndaj Hasanit dhe do ta mbante atë premtim. Ajo do të rriste Ilirin me dashuri, do t'ja mësonte vlerat e jetës dhe do t'i tregonte për babain e tij të mahnitshëm. Fshati, që dikur kishte qenë aq i ashpër me Gentën, tani e trajtonte me respekt dhe dëmshuri. Njerëzit vinin për ta vizituar, për t'i ofruar ndihmë, për t'i sjellë ushqim. Gratë e fshatit e ndihmonin me Ilirin kur ajo kishte nevojë. Burrat i rregullonin shtëpinë, i rindërtonin gardhin, i mblodhën drut për dimër. Një ditë, Shabani, vëllai i Hasanit, erdhi me një ofertë. "Genta", tha ai, "dua që të dish se ti dhe Iliri do të jeni gjithmonë pjesë e familjes son. Hasani ishte vëllai im,
dhe Iliri është nipi im. Nëse ke nevojë për ndihmë për gjithçka, unë jam këtu. Genta e falenderoi, dhe nga ai moment një lidhje e re u formua midis saj dhe familjes së Hasanit. Ata nuk e harronin më, nuk e gjykonin më, ata e pranonin si një nga të tyret. Vitet kaluan. Iliri u rrit dhe u bë një djalë i mrekullueshëm. Ai kishte sytë e babait të tij, syr plot jetë dhe kureshtje. Ai kishte buzëqeshjen e tij, një buzëqeshje që ndriçonte çdo dhomë, dhe ai kishte zemrën e tij, një zemër plot dashuri dhe mirësi. Genta ja tregonte Ilirit histori për babain e tij çdo natë para se të flinte. Ajo ja tregonte se si Hasani e kishte dashuruar atë që para se të linte, se si ai kishte luftuar kundër gjithë botës për të mbrojtur familjen e tij, se si ai kishte jetuar me dinjitet dhe me dashuri deri në frymën e fundit. Dhe Iliri dëgjonte me vëmendje, duke imagjinuar babain që nuk e kishte njohur kurrë vërtet, por që ndjente në çdo moment të jetës së tij. Kur Iliri u bë 7 vjeç, ai shkoi në shkollë për herë të parë. Fëmijët e tjerë e pyetën për babain e tij, dhe Iliri u tha me krenari: "Babai im ishte burri më i fortë në botë. Ai më deshi më shumë se gjithçka. Dhe edhe pse ai nuk është më këtu, unë e ndjej atë çdo ditë." Genta, kur dëgjoi këto fjalë, qau, por ato nuk ishin lot dhimbjeje. Ato ishin lot falenderimi, sepse Hasani, edhe pse kishte vdekur, vazhdonte të jetonte në zemrën e djalit të tij. Epilogu. Dashuria që nuk vdes kurrë. 10 vjet pas vdekjes së Hasanit, Genta ende jetonte në atë shtëpi të vogël në fund të fshatit. Ajo kishte moshuar pak, por shpirti i saj ishte ende i fortë. Iliri tani ishte një i ri 16 vjeç, i gjatë dhe i fortë, me pamjen e babait të tij dhe me karakterin e nënës së tij. Një ditë, ndërsa Genta po punonte në kopsht, Iliri erdhi tek ajo me një pyetje. "Nën," tha ai, "a është e vërtet që njerëzit e fshatit nuk të besonin kur the se unë isha djali i babait?" Genta u ndal dhe e shikoi. "Po, është e vërtet," tha ajo, "por kjo nuk ka rëndësi më." "Pse nuk ka rëndësi?" pyeti Iliri. Genta buzëqeshi. "Sepse e vërteta gjithmonë del në shesh, Ilir. Njerëzit mund të dyshojnë, mund të gjykojnë, mund të flasin, por në fund, e vërteta është më e fortë se çdo gënjeshtër. Dhe dashuria e vërtet, është më e fortë se çdo urrejtje." Iliri miratoi me kokë, duke kuptuar thellë fjalët e nënës së tij. Atë mbrëmje, kur dielli po perëndonte dhe qielli po mbushej me ngjyra të bukura, Genta dhe Iliri shkuan te varri i Hasanit. Ata quan lule të bardha që Hasani i kishte dashur aq shumë. Dhe atje, në heshtje, ata qëndruan për një kohë të gjatë, duke kujtuar burrin dhe babain që i kishte bashkuar, që u kishte dhënë dashuri dhe që u kishte mësuar se jeta, pavarësisht nga vështirësitë e saj, është gjithmonë e vlefshme për të jetuar. "Babai im ishte hero," tha Iliri më në fund. "Po," tha Genta, duke buzëqeshur në përlot. "Ai ishte heroi më i madh që unë kam njohur ndonjëherë." Dhe kështu, historia e Hasan Kolecit, burrit 80 vjeçar që u bë baba dhe që sfidoi të gjithë botën për të mbrojtur familjen e tij, u bë legjendë në fshat. Ajo u tregua nga brez në brez, si një histori për dashurinë e vërtet, për guximin, për dinjitetin dhe për fuqinë e besimit. Sepse në fund, e vërteta është e thjeshtë. Dashuria nuk njeh mosh, nuk njeh kohë, nuk njeh dyshime. Dashuria është ajo që na bën njerëz, dhe dashuria, kur është e vërtet, nuk vdes kurrë. Dhe kjo, miqtë e mi, ishte historia e Hasan Kolecit dhe Gentas, një histori që filloi me dyshime dhe që përfundoi me dashuri dhe me respekt. Një histori që na mëson se nuk duhet të gjykojmë kurrë dikë pa e njohur të vërtetën e tij. Një histori që na kujton se jeta mund të na befasojë në mënyrat më të pabesueshme. A e besuat këtë histori? A mendoni se dashuria e vërtet nuk njeh mosh? Shkruani në komente çfarë mendoni.
Ndajeni këtë histori me miqtë tuaj, sepse ata duhet ta dëgjojnë, dhe mos harroni, çdo jetë ka një histori, dhe çdo histori meriton të dëgjohet me zemër të hapur. Faleminderit që më dëgjuat deri në fund. Shihemi në historinë tjetër.